makina shumë keqe. Zoti sherif, më trego të vërtetën, sa do të zgjas ky gjyq? Më duhet të shkoj në Kaliforni Ku menjëherë. e ke avokatin? Oh, nuk di ç'të them, në Tahiti ndoshta ka një shtëpi në plazh. Kur i pandeuri nuk ka avokat, gjykata do të caktoj një të tillë për të. Hej, do ndonjëri tjetë avokati i tij. Si, do të bëj unë, sherif! Të ngrihen të gjithë. I nderuari Doc Hudson do të jetë gjykatësi. Futja kot. Doc Hudson pas mëshirë për shpirtin tënd. Dua të di kush është përgjegjës për shkatërimin e qytetit tim, sherif. I dua rrotat të ti në një pjatë. Do ta fus në burg derisa të ndryshket. Jo, prit, se e mendova. Do ta vendos në burg derisa burgu të ndryshket sipër dhe pastaj do ta vendos në një burg të ri. Unë do ta nxjerr jashtë prej këtu, sherif. I dua jashtë gjykatës time. E dua larg qytetit tim. Çështja mbyll. Se i zoti jam si avokat! Më falni për vonesën i nderuar. Oh, çfarë boshi. Me siguri dërgon zyra e avokatit tim. Ej, rofshi erdhe por çështja u mbyll. Ai më tha të shkoj. Ai të tha të shkosh? Po, punën e pati të lehtë për sot. Tani mjafton vetëm të qëndrosh aty dhe të më lejosh të të shoh në sy. Dgjoj, gara mund të pres. Ti, unë, Dak, Pichakau. Çfarë pad? Të lutem. E di të gjitha këtë reagim kanë. Unë krijoj ndjenja tek të tjerët që dhe ata vetë nuk i kuptojnë. Oh, më vjen keq. Mos të trembaj gjë shpirti vogël. Fare pak, mik, por s'ka problem. Në rregull. Po shkoj të flas me gjykatësin. Bëj atë që ke për të bërë, zemër. Oh, po dëgjoj, pak me kujdes. Banorët e këtij qyteti nuk i kanë cilindrat në rregull nëse më kupton. Ashtu është!